Ku ju ka... Dje se dua të iki nga ky moment që ju doni të ndaloni, po kthehemi një herë, juve ju morën 12 natës në shtëpi. Cili ishte profesioni juaj në atë kohë? Ju keni shumë të drejtë, sepse kjo lëvizje e re për demokraci dhe pluralizëm mua më gjeti si drejtoresh të Bankës së Shtetit. Dhe bashkëshortin tim si një udhëheqës kryesor në partinë në pushtet. Flasim tashti për vitin 90. Janar të vitit 91. Një grup i Partisë Demokratike me në krye tropojanët që ju i njihni, nëse doni dhe me emra Sali Berisha dhe Azem Hajdari, të shoqëruar nga Gramos Pashko, nga Eduard Selami dhe Albin Imami, erdhën të prezantonin Partinë Demokratike dhe të krijonin degën e Partisë Demokratike në Tropoj. Në këtë miting, çuditërisht, unë dua të ngrej vlerat dhe traditat, jo sepse unë jam martuar në Tropoj. Ju nuk jeni nga Tropoja? No, unë jam nga Berati dhe bi jam nga Mallakastra. Primit të dy kam nga Mallakastra. Vetë jam rritur në Berat. Unë jam njohur me bashkëshortin tim si aktiviste në rinin e komitetit të universitetit, sepse kam qenë dhe antare komitetit qendror të rinisë. Atëre, ju ishit antar të Partisë Punës, të dy? Të dy. Po. Dhe, tashti rëndësia me madhe që unë dua të nxjerr në këtë intervju ishte vlerat e mëdha të një populli që në ditët e para, duke njohur bijtë e vet, Sali Berishën dhe Azem Hajdarin, nuk i lanë që të bëni një miting, por ngritën në një anti-miting të flak, që po të mos ishin udhëheqësit e partisë në pushtet dhe bashkëshorti im, të ulnin gjakrat, një luftë civile do kishte shpërthyer. Pra, unë dua të them me këtë që populli i Tropojës qysh në fillim e dha një eon shumë të fuqishme që nuk është përfill dhe nuk u mor parasysh. Si ka mundësi që një popull që ti të lindi, një popull që ty të rriti, mos të pranoj? Po ja që ndodhi. Kjo ndodhi dhe kjo demokraci erdhi shumë e përgjakshme dhe unë nuk e kam jetuar ngjarjet e përgjakshme mbas tragjedisë time. Jo, dua të ndaloj pak përsëri këtu. Në momentin që në Tropoj zhvillohet anti-miting, cili është roli juaj në këtë anti-miting? Unë jam drejtoresh banke dhe nisha në punë atë kohë kur bësh mitingu. Nuk kisha kohë që të merra pjesë në miting. Nuk kisha aty. Nuk u more. No. Okej, atëre, po ti ishe kundër Berishës, le të themi, kundër lëvizjes së re, këtë mund ta themi. Nuk doje që ai të vinte në pushtet. Ne nuk ishim, si unë dhe bashkëshorti im, nuk ishim kundra lëvizjes. Bashkëshorti im, që në kongresin e Partisë së Punës, është ngritur në kongresin e 10 dhe ka folur për pluralizmin dhe për një ndryshim njerëzor të kësaj partie, e cila as emrin socialiste nuk duhet ta mbante, sepse përfaqësonte në këtë kohë Partinë Socialiste të Miloševićit, por buri im është detyruar të ulet nga antarët e tjerë me dhunë e të mos e vazhdojmë më diskutimin. Kjo nuk do të thotë që udhëheqësit e rinj që pretendonin se po vinë për demokracinë ishin vërtet njerëzit e flakë. Ne, jo vetëm unë që jam rritur me ta, por të gjithë brezi im e dim që Sali Berisha ka qenë sekretar i partisë të fakultetit të mjekësisë dhe shpeshherë shumë student edhe mësues janë dënuar padrejtësisht nga ai në atë kohë. Unë e mbaj mend shumë mirë kur dy të rinj për flok të gjata, ose për mënyrën e veshjes vet, janë përjashtuar nga fakulteti mjekësisë. Këto janë gjëra që të gjithë ata që patën privilegjet në kohën e diktaturës, ishin ata njerëz që me breza kanë kapur flamujt e çdo pushteti që ka ardhur
për interesat e veta. Po, atëre, kur Sali Berisha erdhi në Tropoj, në shtëpinë e tij, në një farë mënyre, familja juaj, familja ku ishit martuar, dera ku ju kishit hyrë, doli kundër. Doli duke mbështetur një anti-miting. Apo jo? Ne nuk dolëm neve në anti-miting, por doli populli, është shumë e rëndësishme të përmendet që dhe është çudi se ata që kanë qenë të deklasuar ishin të parët në radhë të parë të këtij mitingu. Një revolt e vërtet popullore që unë për veten time kam kohë që nuk e shikoj vetëm me disa raste të veçanta për dhunën kundër grave ndonjëherë që ngrihen dhe nuk janë aq masive sa ishte ky anti-miting. Dhe partia në pushtet nuk ishte pas mundësi se si ta organizonte një miting të tillë. Unë vetë, si një pjesëtare e këtij pushteti, isha në punë, në orar të punës, e im shoq, bashkëtorti im gjithashtu ka qenë orar të punës. Kanë qenë oligardët e kësaj partie, të cilët kanë ardhur në bankë dhe më kanë thënë që shoqja Fatbarda është bërë një komplot për Fatos Nano dhe, më falë, se po ta mit çështjen me ngjarjen tjetër të rëndësishme politike që ka ndodhur në të njëjtin muaj, në qoftë se demokratët me Sali Berishën kanë ardhur në Tropoj në janar, ka qenë fillimi në mos gaboj 9 ose 10 janar, një vit më pas, në vitin e fushatës elektorale për zgjedhjet e marsit të vitit të marsit 22, gaboj të vitit 1992. Vjen Partia Socialiste për fushatë elektorale në Tropoj. Dhe Fatos Nano merr me vete ekipin e përbërë nga Fatmir Kumbaro, në mos ngatrohem, ka qenë drejtori i radio televizionit, nga bodyguardi i tij dhe shoferi. Dhe ky rast që me vërtet mbas irritimit që liderët e partisë së re të quajtur apo ashtu quajtur demokratike u betuan që do të marrin hak deri në fund për ata që organizuan mitingun kundër tyre. Dhe ata akuzuan për këtë miting partinë në pushtet dhe në veçanti bashkëtortin tim. Ngjarja e janarit ka qenë fundi janarit të vitit 1992 kur Fatos Nano ka qenë në Tropoj. Dua ta lidh me atë që desha të shprehem pak më përpara, që përfaqësuesit e kësaj partie demokratike kanë ardhur në bankë dhe më kanë kallëzuar që i thuaj agimit mos të shkoj në atë mbledhje bësh në Pallatin e Kulturës në qytetin e Barancurit, që bëj ku erdhi Nano në Tropoj. Se është planifikuar që të bëhet një atentat kundër Nanos. Vetëm e vrap në shtëpi, dhe në atë kohë që unë vri në shtëpi, Vjera merr një telefonat nga bashkëshorti im dhe i thot: "Mam, të lutem, përgatit një sod me një shërbet me sod edhe buke sepse Fatosi ka dhimbje stomaku." Dhe asnjë tjetër nuk mundi sepse ishin të lajmëruar të gjithë që do bëhesh atentati dhe në përfundim bashkëshorti im e çon Fatosin me shoferin e tij drejt shtëpisë tonë. A, vjen në shtëpi, do të thënë nuk u bë mitingu? Jo. Nuk u bë mitingu sepse ai ishte i sëmur, ishte dhimbje stomaku dhe duhesh të qetësohesh, të merrte ndonjë medikament, por ne nuk i kishim kushtet në atë kohë në shtëpi, po të paktën di që vjera ime e ka bërë një gotë me sheqer, me ujë edhe me sot buke, diçka të tillë. Dhe unë shkova dhe siç e kanë zakonin shqiptari, u futa bashkë me vjerën, përgatitëm diçka për ushqim, edhe unë po bëja të një ëmbëlsirë të vogël. Kur në këtë kohë vin furma duke u lëritur me gu, me shkopin, dhe drejte të dera e shtëpisë tonë.
nuk do të harroj kur këtë ditë që ka qenë e tmerrshme. Mbaj mend që kam dalë unë e para të shkallët dhe pa qëllim kam pas thikën në dorë që po prisja si duket e mbëlsirën. Dhe u kam thënë të gjithë kush ishte para meje. Ata më njihshin se unë isha punonjëse e bankës, isha drejtoresh, dhe u thash, dëgjoj, unë nuk jam malsore, por jam e martuar në një familje të tillë. Dhe miku, kur vjen në shtëpinë tënde, mbrohet me jetë dhe me gjak. Në kohën që unë flas me ta, del vjera ime, me sopat. Dhe vjeri im ishte brenda me armën e tij, sepse ka qenë në gjykat, ka punuar dhe ka pas me leje armë. Dhe ai rinte me armë pranë Fatosit, Fatmir Kumbaros dhe Bedrimit. Në këtë kohë, palë trimërisë, palë zjarësisë, palë shkatësisë, së farefisit të bashkëpunëtorit tim, të gjithë ata që ishin të veshur në atë kohë, hoqën kapelet e detyrave të tyre dhe u thanë turmave të gësuara që këtu ne nuk jemi as polica, ne nuk jemi as oficer, po ne do ta mbrojmë me gjak familjen tonë. Dhe ashtu u bë. Dhe ashtu u bë. Ne nxorëm Fatot nanën të gjallë, nëpërmjet qafës së Luzhës, kaluam në Has, në Kukës, në Tiranë, pa i prekur kimia e flokut. Dhe në të njëjtën kohë e paguam me jetën e një fëmije dhe par Zotit që unë shpëtova po dhe me jetën e një gruaje. Zoti bën mrekullira. Dhe unë them që jam një fëmijë i bekuar mbase.